Gjithashtu. Do të shkojmë tek nënkryetari i Stogut, Genca Dema. Genci, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi edhe për juve. Si po ju shkojmë punët në Stog? Mirë, faleminderit. Dua t'ju pyes pak kështu fare shpejt për këto problemet që kemi pas fillimisht me projektet e fundit sa i përket ndriçimit publik. Genci, si po qëndrojmë tek kjo pjesë? Mirë, realisht mirë. Kemi intervenu të pjesa ndërtimit pjesa ndriçimit publik të pjesa mirëmbajtjes për shkak se kontrata pa shku në ankesë, kemi bënë zgjidhje të përkohshme për momentin, edhe ndriçimi publik është funksional në komunën e Stogut. Po, dhe dua të pyes pak fare edhe për një ankesë tjetër, bëhet fjalë për një rrugë të paasfaltuar, konkretisht pra rruga Abdyljaj, thot në fshatin në fshatin Muzhevin, po, në fshatin Muzhevin është. Si qëndrojmë me këtë pjesë, pra kur pritet të rregullohet? Realisht ajo nuk është as rrugë kryesore, është një rrugë në lagjes, janë 3 shtëpi aty dhe pritet të asfaltohet këtë vit, e kemi ndarë buxhetin tash pa mbledhjen e kaluar të kuvendit për finalizimin e asaj kontrate, kështu që gjatë vitit pritet të finalizohet edhe ndërtimi i asaj rrugë. Po, mirë shumë, Genci, falenderoj shumë për këtë lidhje direkte dhe për kohën, sepse nuk do të marr as më shumë kohë. Faleminderit shumë juve. Çdo mirë, përshëndes ditën mbartë. Gjithashtu dhe juve. Dhe me këtu dashur miq ta përfundojmë emisionin e sotëm të adresës ankesave. Unë